Allah atyre, baza, që Allahu që më zhërë. A i harroj, mreti pëllëfaqohet një andër shumë të ranë. I mlodhe të magjistarë, të mashtru, se që kishtë një djetarë, asë një. Djetë e andër të qarë, që vend ditët e zisë, ato shëmbëheshi me lopë të dopta dhe lopë të shëndoshëm. Këto shëndoshëm hajshin të dopta, pra që të regojë se të kesh vite zi, pra vitet e bollekut, që të mjëllë që të rregulloshin, do të bajshin gjallë të vitet e thata. Po kështu dhe kallet e unë i rikësoj gjithë, edhe shkopi unë di njëri e të më bërë kështu që i tim në. Përfundimisht është e theri i mbreti, hajde, konsultorim. Ja spjegoj se çfarë do të thotë kjo që ke pa dhe çfarë do të bëjmë, i tregoj Jusufi alayhis salam. Mirë, po në këtë moment mbreti i tha orë, unë s'kam bakë se njeriu. Atëherë merre këtë ekonominë dhe drejtojë. Mos di varë dhe që të bëjmë me këtë lloj gjendje dhe, se si do të bëj ka gjendje dhe, me këtë fatësejnë, mos di që të bëjmë dhe, si të furnizoj, si ti mbaj njerëzit me bu. Së ka rane herë kështu, merret i dhe, po tha, unë e marë. Nuk ndryshoj Jusufi kur ju dha pushteti. Pra, edhe ati më bërë ngeli Jusufi. Nuk ndryshoj. Edhe ajo qëllimi i jonë sot me të hype këtu është që rrethanat e jesë të bijë shumë gjama. Të bijë me të shkatru njerëzit, vëllezërit, me të dëmtojë anë. Të ngelesh prapë njëri i shtetë të këzote që është nërru, si që në dhe Jusufi alayhis salam. Jo me dhjetën me prapë edhe nëse shkemi gjohur jo. Të jetë prapë të ngelesh njëri. Po të bi i moralitet me bollek. Si që shohim sot ne. Allah në rrujtë, shumë njerëz se ju be i moraliteti me bollek, edhe pushteti i bashkojnë bashkë. Edhe kanë thonë ato të heshme, kujdes se një i pasur i ri edhe tradhtot, ndro shpi, ndro shëshnin, ndro dhe gru. Në atë që fillohen jetën e kaluan bashkë me fëmijë, me gjithë begatire zore, ja, si e modë. Kanë dalë sa tjere dhe shumë. Leki ku të shekë dhe shumë, të në gjeba, me lekë, me atë dhe të merë mund prapë. Po mamën e fillohen bashkë me fëmijë, si jeti me ata njerë se dhe unë dëshri, nuk jeti. E të betohër Zotin, o vëzër, betohër Zotin, kujti kanë dalë të shprehje prej goje, nga ata që kanë pas të dy edhe pushtet, edhe pasuri, Allah i ka dhënu. I dini ma mirë zonë. Pse? E ka mallkuar. E ka mallkuar. Një njeri po e hedhë në rrugë atë bashkëshortën për shkakun e një gruaje tjetër, në dytmi. Edhe atë ke porta vetë kur po hikta ajo, pa drejtësisht i thamë ndavë. Me i thare fjallë tjere, dhe më thëmë përhatër një gruaje jo të nërshme, thamë, në leje mu që jam e nërshme. Së do të më kishe po këtë punë, me gjitha të thëmë, po të thëmë pa dalë për i porta, thëmë, Zoti e marë të hakun tim. Vallaj. Edhe nuk shkoj da, ky njeriu i manda ato se fatat në gjetë. E ju të rëgonë të njëtërë. 2 muaj para se fatat në gjetë. Ato që të mëzë. Edhe i thoshtë rreni pa merak se